Ndeshja ishte miqësore, por mikpritja jo. Tifozët shqiptar që nga fillimi i dëshmuan ekipit izraelit se nuk e duan në shtëpinë e tyre në Air Albania. Arsyet e fishkëllimit të himnit Mysafir do të kuptoheshin më vonë në minutën e 73. Goli i izraelitit Oscar dhe festimi i tij që u interpretua si provokues ngjalli reagime. Së pari në fush. Situata këtu edhe u qetësua disi. Por në tribuna gjithçka u ndez. Në këtë tokë Izraeli ka vrarë mbi 70.000 persona, shumica gra e fëmijë. E përderisa lufta atje vazhdon, kjo në futboll mes Shqipërisë dhe Izraelit u mbyll të mërkurën me humbjen e kuqezinëve me rezultat minimal. Shënjestër.net